يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatnin të nderuar, ne jemi këtu në muajin e Ramazanit, muaj që Allahu Azza wa Jall sjell dhurata përmes këtij muaji. Muaj që për dhuratat e tij janë shumëta, siç i kena përmendur edhe herave të kaluara. Por prej të mirave dhe dhuratave që me të cilat vjen muaji i Ramazanit, është edhe ajo se ky muaj i Ramazanit është si shkollë përmirësimi, edukimi i muslimanëve dhe i gjuhave të muslimanëve. Është shkollë përmirësimi dhe edukimi i gjuhave tona, sepse ndoshta gjatë ton vitit na janë mësuar gjuhat tona për keq, të flasmi keq, e të shajmë, e të fymë, e të përgojojmë, edhe të qesim fjalë të këqija prej gjuhave tona. E muaji i Ramazanit si muaj është muaj që na mëson, na edukon, na përmirëson këtë. Allahu Azza wa Jall fillimisht na ka tërheq vërejtjen prej asoj të keqës që del për gjuhës tonë, dhe si gënjeshtrat e dëshmia e rreme dhe këtu, na ka tërheq vërejtjen Allahu kur tha: "Fajtanibu ar-rijsa min al-awthan wajtanibu qawla az-zur." Tha Allahu, ju largohuni prej yndësirave të idhujve dhe largohuni prej fjalëve gënjeshtrave, dhe prej fjalëve të këqija. A e vërejni se si Allahu Azza wa Jall bëri krahasim prej yndësirave të idhujve me ato të fjalëve të këqija dhe gënjeshtrave që dalin. Por Allahu me këto na tërheqi vërejtjen. Ruane gjuhën tuaj. Pastaj njëherë për herave pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, në hadithin që vjen në dy sahih, tha pejgamberi sallam: "Atë ju tregoj se cilat janë gjunohet më të mëdha, cilat janë mëkatet më të mëdha, atë ju tregoj." Njerëzit shokët e tij thanë: "Po i dërguari i Allahut, tregona se cilat janë mëkatet më të mëdha." Pejgamberi sallam ia kthei dhe i tha: "Ash-shirku billah wa uququ walidaini." Tha e para prej tyne është me i bën idhujtari ose me i bën ortak Allahut Azza wa Jall, shirku. Tjetra, mos sjell mirë me prindërit. Po tjetra, tha pejgamberi në këtë rast, transmetuesi thotë se sa ishte pejgamberi sa ulur ose i shtrim në krah kur e tha, u drejtu pejgamberi sa, u drejtu dhe ja nisi me përsërit fjalët: "Ala wa qawlu az-zur, ala wa shahadatu az-zur." Ja nisi duke përmend, por prej të këqijave është gënjeshtra dhe dëshmia në ato që nuk duhet për të dëshmuar, ose dëshmia e rreme. Ja nisi të i përsërit ta transmetuesi, sa që na shok të pejgamberit tham, as sikur të kishte mjaftu me kaq pejgamberi alayhi salatu wassalam. Se i u dhimte edhe pejgamberi sa shumë e përsëriti, pra shtini në grupin e atyre dhe mëkateve të mëdha kur gënjen dhe dëshmon rrajshëm. Ndërsa këtë përmirësim të gjuhave tona në këtë pikë na edukon neve muaji i Ramazanit. Për këtë na përmirëson, na rregullon muaji i Ramazanit. Për ta tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadithi që vjen prej Ebu Hurajres në dy sahihat.
Tha se, wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhab, e nëse ndonjëri për juve ka fillu agjerimin e tij, tha atëherë mos bërtet, mos pisket dhe le t'i largohet fjalëve të këqija dhe le të ndalohet, sepse agjerimi si agjerim nuk dënë të thot ti me u ndal veç prej ushqimit dhe veç prej pijes dhe veç prej intimitetit. Por agjerimi është, duhet nëse dënë me marë shpërblimin e plot të agjerimit, duhet të agjerosh me gjuhën tënde, duhet agjerosh edhe përveç stomakut tënd, edhe përveç ushqimit dhe pijeve, duhet agjerosh edhe me fjalët e tua, edhe me syrin tënd, edhe me veprimet e tua duhet të agjerosh nëse dënë me marë shpërblimin e plot. E tha pejgamberi, pra nëse ndonjëri për ju e fillon agjerimin, le t'i largohet fjalëve të këqija. E gënjeshta që u përmen atje, është prej fjalëve me të këqija, dëshmia në të rreme, është prej fjalëve me të këqija. Tha le t'i largohet fjalëve të këqija dhe le të largohet atyre piskamave, tha, fe in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni saimun, inni saimun. E pastaj ju veç kaq, ndash me kon agjerimi sa më i plot, tha pejgamberi asem në këtë hadith. Nëse ndonjëri prej njerëzve ja nis edhe të fyn, ndoshta edhe të shon, nuk do të thotë që fill me njëherë me ja kthyti atij. Edhe nëse ndonjëri pak këshyrë dhe me ta vonë një të mshuarje, të vogël, ose një shtyrje, ose një kërcënim, nuk do të thotë që ti t'i kthehesh me njëherë me fyrje, edhe nëse ai ka kërcënuar, ti t'ja dyfishosh kërcënimin ndaj tij. Kështu tha ju, por na mësoi pejgamberi, nëse të rastis dikush çështë më thon, ti i thu, un jam agjerues, ose un jam duke agjeruar. Kështu i drejtohesh atij. E tashti edhe shkencarisht, që se kemi patjetër me ju këtu shkencës, por pebisi shtesë kështu, nas që i thujnë, edhe shkencarist është on konkluse, nëse ndonjëri brenda këtyre 30 ditëve, edhe ma pak se 30, nëse përpiqet me lanë një gjest të keq, një vepër të keqe, një fjalë të keqe, nëse përpiqet brenda këtyre 30 ditëve me lejen e Zotit, kur den mbas 30-it, ka me qenë i pastër, edhe prej asoj të keqe që ka pasur me heret. Por kjo është që agjerimi është edhe një shkollë përmirësimi, edhe një shkollë edukimi, nëse ke qenë i pa edukuar si të net me shoqëri, me çështje shoqërie që fjalën e parë ka sjeni, fjalën e dytë ka një sharje, fjalën e parë ta kthen përgjigjen mirë jemi, fjalën e dytë dikun atje dikan e shon edhe i pisket dikujt. Ndërsa nëse ti e mësu 11 muaj me kësi njerëz, të erdhi shanca me marr këtë dhuratë, me përdor këtë dhuratë e agjerimit që me eduku vetën tënde. Pastaj, muaji i Ramazanit është muaji i bereqetshëm dhe ashtë mira vijnë, është edhe ajo se në muajin e Ramazanit aty sa është numri i melekëve që Allahu Azza wa Jall zbret gjatë këtij muajit. Është një natë që i thuj natë e Kadrit. Tha pejgamberi alayhis salatu wasallam për atë natë, tha Lejletul Qadri, lejletul sabi'ati au sabi'atu 20, këtë hadith vjen për Ebu Hurajres. Tha se nata e Kadrit është në natën e 27, ose në natën e 29 të muajit të Ramazanit. Wa innal malaikata tilka al-layla aktharu fil ardi min adad al-hasa. Tha mirë, po a e dini tha se sa është numri i melekëve që janë në qatë natë, pra që i vjen në muajin e Ramazanit. A disa është numri me melekëve që zbresin në tokë qatë natë? Tha pejgamberi është më i madh se guralecëve në tokë. Guralecëve që shihen, që na i shohmi. Numri i melekëve henez më i madh. Kur ndodh kjo? Kjo ndodh në muajin e Ramazanit. Gjithaj numri i madh i melekëve zbresin në tokë edhe i kërkojnë njerëzit që janë duke përmend Allahun edhe janë duke i bërë ibadet Allahut Azza wa Jall. Dhe këtë hadith e sjell Imam Ahmedi dhe Sheikhul Albani ka thënë është me sened të mirë, me sinjir të mirë. Ndërsa në muajin e Ramazanit ka ndodh ajo betejë më e madhja si nifet thujse në historinë islame. Është lufta e Bedrit. Ka ndodh në muajin e Ramazanit. Edhe u përmend që zbresin melek shumë. A di si ka ndodhur puna në luftën e Bedrit me melekët?
muslimanët ju drejtuan Allahut Azza wa Jall. E që kjo mësim që gjithherë duhet të drejtohemi Allahut kur të lutemi. Ju drejtuan Allahut. Në mesin e tyre edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ju drejtu atë shumë të ju lut Allahut, sa që thotë Ebu Bekri i ra pejgamberit edhe setra e tij i ran në tokë çaq fort të ju lut, sa që Ebu Bekri mori dhe ja vendosi dhe o i dërguar i Zotit, me lejen e Zotit nuk mendoj që ty Allahu ka më ta refuzu doon që ka të bëre. Këta i kërkuan, o pejgamberi vetë, o Zot, nëse që tash që kjo grupi vogël që ka jemi qëtu, nëse në mbysin këta pala tjetër, nuk di që ka mu të përmend të emri jëtë mund në tukë. Atëherë, filloj beteja, mirë po Allahu Azza wa Jall, kur filloj beteja thanë Kur'an, idh të stëgjithuna rabbekum, fastajaba lakum, anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Tha ju, kur mu lutë shimuan mujnë e Ramazanit, në betej para betejes, kur fillut mu lut mua, a di shka tha Allahu, unë ja u pranova doon tuaj, edhe unë i pruna 1000 melek. Ata kundërshtarët ishin këtë 1000 ishte numri tyre, ndërsa ta unë i pruna 1000 melek që ju vishin grup pas grupi, sa që ju melek çfarë do, ka transmetime që në qatë betej, në betejën e Bedrit, kanë pasardh melek edhe prej qiellit 4, se çdo melek sa më lart që ngritet, në qiellin e parë, qiellin e dytë, tretin, sa më lart që ngriten, janë me melek me famë më të madhe, janë më të ngritur tek Allahu Azza wa Jall. Ndërsa ndoshta edhe flatra kanë më shumë, e në këtë ka transmetim që melek prej qiellit 4 atje ka ardhur ato. Mi po kur ndodhi që kjo? Ku ndodhi? Ndodhi në muajin e Ramazanit. A e shihni se me çfarë dhurate Allahu i ka shpërbly muslimanët muajin e Ramazanit, me melek të veçantë për mi ndihmu muslimanëve në betejë. Pastaj dhe me këtë ndodhi fitoria e luftës së Bedrit. Pastaj në ditën e 20 të Ramazanit ka ndodhur edhe çlirimi i Mekës. U çliru Mekëja. Pasi që pejgamberi a.s. u shpërngull për në Medine, pasi që njerëzit tentojshin ta vrasin pejgamberin dhe shokët e tij, ata shkuan për në Medine, e pas një kohë të gjatë, pas një 8 viteve atje në Medine, në muajin të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall e zgjedhi muajin e Ramazanit që pejgamberi asam me çliru Mekën. Jo rastisht e zgjedhi këtë muaj, por për më na tregu edhe neve se sa i vlefshëm është muaji në të cilin na jemi. Sa pozitë të madhe ka tek Allah, sa vlerë të madhe ka muaji i Ramazanit në të cilin jeti. E u çliru Mekëja, atëherë prej ato fillun njerëzit me hin dinin islam grupe, edhe fise komplet hishin në dinin islam. Muaji i Ramazanit vjen edhe me një dhuratë. Ti nëse je njeri që ban mirë, nëse don me bë mirë, to çdo shansa që në muajin e Ramazanit Allahu me t'i shumë fishu, me t'i shtu sevapet e veprimeve tuaja. E veprimet tuaja shtuhen. Nëse ti ke qenë që e ke dhënë 1 euro, nëse e ke dhënë sadak gjatë jashtë muajit të Ramazanit, Allahu ta shumë fishon shpërblimin ankas, veç pse e zgjedhe që ato me vazhdu dhe muajin e Ramazanit, edhe nëse çmimi është i njëjtë çka ti ke dhënë, por shpërblimi është i shumë fishuar. Argument për to, hadithin që sjellli Buhariu dhe Muslimi. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha pejgamberi në këtë hadith, nëse ndonjëri prej juve mundet me bën një umre, me bën në Ramazan. A di çfarë shpërblimi? Shpërblimi i umrës si kod vetat. Por e veçoj pejgamberi asam, tha në mojsh ndonjëri prej juve me bën umren në Ramazan, është e barabartë si me bon një haxh të plot, shtesa në transmetim si me bon një haxh me mua. Pse u bë kjo rritje e shpërblimit? Pse u bë kjo rritje e pozitës të haxhit ose të umrës në këtë rast? Pse u bë kaq e madhe? Ka shpërblim i madh sepse është zgjedh vepra në muajin e Ramazanit. Prandaj edhe ju e keni rastin që në këtë muaj Allahu ja ka dhënë jetën,
e keni jeni gjallë në këtë muaj, shfrytëzoni rastin, sepse shpërblimet e juaja që miren prej veprimeve çka i bani janë të shumë fishuara në këtë muaj, më shumë se sa ti kishi kryer ato veprime të mira jashtë në muajit të Ramazanit. Elusmi Allahun Azza wa Jall të na falë, të na mëshiron. Elusmi Allahun Azza wa Jall atje në xhenet me agjeruesit e mirë dhe me pejgamberet atje të na takon. Elusmi Allahun Azza wa Jall që gjatë këtij muaji të Ramazanit Allahu muslimanëve të ndihmon ku do të bëhet që janë ata. Elusmi Allahun Azza wa Jall që këtë muaj të Ramazanit Allahu të na pranon, e të metat të na falë dhe të na mbulon. E me pejgamberin xhenet të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.